Dhjata e re tani, do të lexojmë nga Ungjilli sipas Lukës në kapitullin e 17 dhe paragrafi 20. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 17, paragrafi 20. 17:20 Luka. Tani kur u pyet nga farisejt se kur do të vinte mbretëria e Perëndis, ai u përgjigj atyre dhe tha: Mbretëria e Perëndis nuk vjen në mënyrë të dukshme, dhe as nuk do të mund të thuhet ja këtu ose ja atje, sepse ja, mbretëria e Perëndis është për brenda jush. Pastaj u tha dishepujve të vet: do të vinë ditë kur ju do të dëshironi të shihni një nga ditët e Birit të Njeriut, por nuk do t'i shihni. Dhe do t'ju thonë, ja është këtu ose ja është atje, por ju mos shkoni dhe mos i ndiqni, sepse ashtu si rrufeja që vetëtin nga qielli, nga njëri skaj i qiellit te tjetri e ndriçon, kështu do të jetë edhe Biri i Njeriut në ditën e tij. Por më parë i duhet të vuaj shumë dhe të hidhet poshtë nga ky brez. Dhe ashtu si ndodhi në kohën e Noes, ashtu do të ndodhë edhe në ditët e Birit të Njeriut, kur njerëzit hanin, pinin, martonin dhe martoheshin deri ditën kur Noe u hyri në ark, erdhi përmbytja dhe zhduku të gjithë. Po kështu ndodhi në kohën e Lotit. Njerëzit hanin, pinin, blinin, shitnin, mbillnin dhe ndërtonin. Por ditën kur Loti doli nga Sodoma, ra shi zjarri e squfur nga qielli dhe i zhduku të gjithë. Kështu do të jetë edhe atë ditë kur Biri i Njeriut do të shfaqet. Në atë kohë ai që ndodhet mbi çatinë e shtëpisë të mos zbres në shtëpi për të marrë gjërat e tij. E po kështu ai që ndodhet në ara të mos kthehet prapa. Kujtoni gruan e Lotit. Ai që do të kërkojë të shpëtojë jetën e vet, do ta humbas, por ai që do ta humbas, do ta shpëtojë. Unë po ju them, atë natë, 2 veta do të jenë në një shtratë të tmerrshme, njëri do të merret dhe tjetri do të lihet. 2 gra do të bluajnë bashk, njëra do të merret e tjetra do të lihet. 2 burra do të jenë në ara, njëri do të merret e tjetri do të lihet. Atëherë dishepujt u përgjigjen dhe thanë: ku o Zot? Dhe ai u tha atyre: ku të jetë trupi, atje do të mblidhen shqiponjat. Edhe një paragraf akoma do të lexojmë. Pastaj u tha edhe një shëmbëltyr për të treguar se duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur. Kjo është pika kritike, të dashur vëllezër dhe motra, që të jemi shqiponja, sikurse i tha Zoti edhe Gjon Pagzorit, se të gjithë do të mpaken, edhe të rinjt, edhe të zgjedhurit të rinj do të mpaken, do të lodhen, por vetëm ato që presin Zotin do të përtërinë forcat e tyre si shqiponjat. Do të ngjiten me krah shqiponje në malin e lartë. Dhe kjo është fundi i çështjes. Ku të jetë trupi, aty do të mblidhen vetëm shqiponjat. Shqiponjat që kanë krah, pra ato që kanë krah si të shqiponjes, përse? Sepse presin Zotin në malin e lartë. Ku e pret Zotin? Në breg të detit? E them përsëri. Duke parë një peisazh të bukur, apo pret Zotin në malin e lartë, duke parë mbretërinë e qiejve. Por Zoti jon Jezu Krisht tha gjëra të cilat do të guxoja të thoja se janë gjëra të mëdhaja dhe të mrekullueshme. Por përpara se t'i thot, ndërsa po shkonte për në Jeruzalem dhe kalonte ndërmjet Samarisë dhe Galiles, ndërsa hynte në një fshat, ju përgjigjen e takuan 10 lebroz. Ju e takuan në një vend të shkret 10 lebroz. E din çfarë do të thotë lebroz? Ka lebroz në trup, por ka dhe lebroz në shpirt dhe në frym.
lebrozët në shpirt dhe në frym është mëkati. Kjo është lebra, mëkati e pashërueshëm. Vetëm Perëndia mund të bëjë mëshirë dhe hir. Dhe ndërsa e pan të kalonte, vazhduan të bërtasin më të madhe duke i thënë: Jezus mjeshtër. Fjala mjeshtër është fjalë e bukur. Vjen mjeshtri është kur njeh të gjitha mirë dhe është si mësues për të mësuar të tjerët. Është edhe ai që lexon, është ai që njeh gjërat dhe vazhdon të mësojë. E than mjeshtër, do të thotë se i din të gjitha. Dhe lexoj përsëri: Jezus mjeshtër, ki mëshirë për ne. Ma çfarë mund të bëjë Jezusi? Lebroz janë ato. Trupi i tyre është drejt kalbjes. Por shpresojnë. Do të guxoja të thoja se besojnë, kanë dëgjuar nga dikush që kishte mesazh dhe mision. E dini, është një Jezus nga Nazareti i cili shëron çdo sëmundje dhe çdo lëngat, akoma dhe lebër qoftë ajo sëmundje. Dhe kështu të 10 e besuan se Jezusi Nazaresi mund të shërojë. Gjetën rastin dhe luftojnë të mos e humbin rastin, sepse po kalonin nga ai vend i shkret që qëndronin ato, kalonte Jezusi dhe kështu nuk e humbën rastin. Dhe vazhduan të bërtasin më të madhe: Jezus, ti që din gjithçka, ki mëshirë për ne. Dhe Zoti i pa dhe u tha: shkoni dhe tregojeni veten tuaj tek priftërinjt. Dhe ndërsa po shkonin për tek priftërinjt, u pastruan që të 10, të gjithë. E dini çfarë do të thotë që është lebra? Lebra han trupin. S'di nëse keni parë fotografi të njeriu të lebroz. Han lëkurën dhe trupin e njeriut derisa të mos mbetet asgjë. Dhe vdes njeriu pastaj. Dhe ato e shifnin lebrën që po i zhdukej. Dhe shkrimi thot fjalën e bukur, thot u pastruan nga lebra. Për të njëjtën fjalë thot edhe për mëkatin. Vetëm Krishti, fjala e Perëndis, mund të na pastrojë nga lebra e mëkatit. Mjafton që të shkosh dhe t'i thuash: ki mëshirë, ki mëshirë për mua, o Zot. Dhe e din shumë mirë se çfarë duhet të bëj. Shkoni thot dhe tregoni veten tek priftërinjt. Përse e bëri këtë? E bëri sepse don të shifte se si do të reagojnë. U shëruan që të 10. Shërimin tënd, bekimin tënd, shpëtimin tënd, rilindjen tënde e more. Por ajo që ka rëndësi është fundi i çështjes. I mirë fillimi, por fundi, dhe mundësisht thot fjala e Perëndis. Po ju them se kur të vi biri i njeriut, vallë, a do ta gjej besimin tuaj mbi tokë? Sot erdhëm, sepse Zoti na solli. Por kur të vi fundi, nuk e di se si do të jetë fundi. Vallë, a do ta gjej besimin tek ti? Do të jesh në breg të detit apo në mal të lartë? Dhe nga të 10 një u kthye tek Krishti. Dhe ai ishte samaritan. Dhe ra, se kishte bërë vallë, a e ke bërë ndonjëherë këtë? Ra me fytyrë për tokë përpara këmbëve të Krishtit, duke falendëruar atë dhe duke lavdëruar sepse ishte samaritan. E pyes ndonjëherë tjetër: a ke rënë ndonjëherë me fytyrë përpara këmbëve të Krishtit? Kujtoni pak Martën dhe Marin. Marta bënte sa të mundej më tepër dhe më të mirën
sipas mendimit të saj, duke shërbyer, kurse Maria shkoi dhe qëndroi në gjunjë përpara këmbëve të Krishtit dhe dëgjonte fjalët që fliste. Nuk fliste, por dëgjonte. Dhe Marta thot, Zot, thuaje ndonjë fjalë motrës Maris, sepse nuk më ndihmon, po i bëj të gjitha vetëm. Dhe Krishti thot, Mart, Mart, nuk e kupton se lufton për shumë gjëra, për punën tënde, për shkollën tënde, mundohesh, vrapon dhe s'arrin kurrë. Por ke harruar se një nevojë ke, një gjë ke të nevojshme. Maria zgjodhi pjesën më të mirë se s'ka për t'ju hequr kurrë. Cila është pjesa më e mirë? E lexoj përsëri. Dhe ra me fytyrë pranë këmbëve të Krishtit duke e falenderuar, unë e them dhe ju e kuptoni, dhe duke lavdëruar atë në dhomën tënde të lutjes. Si lutesh? Çfarë ka zemra jote në te? Por dhe vllain tënd si e shef, më të voglin, e shef se tek vëllai më i vogël i yti është i fshehur Krishti? Kështu e shef, nga lart. Perëndia të na ruaj, sepse ajo që ka rëndësi është fundi i çështjes. Përse? Sepse dy do të jenë në një shtrat. Njeri merr dhe tjetra lihet. Ose njëra merr dhe tjetra lihet. Nuk ka rëndësi se si fillove. Rëndësi ka se kur të vi Zoti, ku ka për të gjetur? Në breg të detit, të thuash ato që te projnë nga zemra jote, të profetizosh në breg të detit, të profetizosh në breg të detit, të thuash të gjitha sa thot mendja jote, apo je mbi mal dhe aty shef mbretërinë e qiejvet. Dhe tani më nuk flet ti, por flet ai që është pranë tejet në malin e lartë të madh. O Zot na ndihmo. Dhe thot, nuk u shëruan që të 10-tët? Përse erdhi vetëm një? E habitshme nuk është pak kjo. Pat vëllezër dhe motra se bleva arë, kam blerë një tokë, tani të shkojmë mbrapa, ja u bëra mirë, u shërova, më mëshiroj Zoti, dhe tani ku shkon? Çfarë bën? Çfarë thua? Çfarë dëgjon? Cila është vepra jote? Kam shumë punë, bleva tokë, dhe kam edhe 5 pend qe, dhe kam edhe detyrimet familjare, ma çfarë thua vëlla dhe motër? Vëllezër dhe motra, të kemi kujdes se çka zemra jote në te. Lum ato që kanë zemrën e pastër, sepse do të shohin fytyrën e Zotit. Nëse në zemrën tënde ka gjëra që kanë zili, që kanë smir, që janë agresive, mos kujto se do të kesh fund të mirë. Kështu mendon. E pa mundur. Do të ikun dhe ti do të mbetesh poshtë. Përse? Ruaje zemrën tënde, birim, sepse prej saj bëhet gjithçka që vjen në jetën tënde. Nga zemra jote mbaren. Kujdes pra se çfarë mban në zemrën tënde. Kujdes se çfarë thua, si do të kuptoj se në çfarë gjendje është zemra ime. Nga tepricat e zemrës flet goja. Je agresiv me vëllain tënd. Zoti të na ruaj vëllezër dhe motra. Përse? Ke shkaqet e tua. Ma shkaqet do të shohim apo mbretërinë e qiejve do të shohim? Në breg të detit je apo në malin e lartë? O Zot Perëndi na ruaj. Dhe vin tani kush? Vin farisejt, hipokritët. Kur vjen mbretëria e Perëndis?
kjo të intereson se kur vjen mbretëria e Perëndis, nuk ka kuptuar se tjetër është mbretëria e Perëndis dhe tjetër është mbretëria e qiejvet. Se mbretëria e Perëndis është këtu, në këtë tokë, brenda nesh, kurse mbretëria e qiejvet është atje ku do të shkojmë. Zoti para nëse shkojmë. Kur vjen mbretëria e Perëndis? Dhe u thot Zoti, nuk vjen mbretëria e Perëndis në mënyrë të dukshme. Dhe as nuk do t'ju thojnë se është këtu apo është atje, sepse mbretëria e Perëndis është brenda nesh. Brenda nesh është brenda meje, është brenda teje mbretëria e Perëndis. I vetmi që e din këtë je ti për veten tënde dhe unë për veten time. Për këtë arsye, pendohuni, predikonte Gjon Pagzori. Pendohuni sepse është afër mbretëria e qiejvet. Dhe tani kthehet tek dishepujt, tek nxënësit. Dhe tani do të japim kujdes të madh këto. Do të vinë ditë, i thot, sepse lavdia e kësaj shtëpisë të fundit do të jetë më e madhe se lavdia e shtëpisë të parë. Është e shkruar. Do të vinë ditët kur ju dishepujt të 12 që shijoni, kishën e parë apostolike, mrekullit, madhështit, do të dini se çfarë ka për të ndodhur në ditët e fundit nga zbulesa, dhe do të thonit, sikur t'i kishim këto ditët tani. Do të dëshironi që të përjetoni një nga ditët e Birit të Njeriut, por s'do ta gjeni. Do t'ju thojnë është këtu, do t'ju thojnë është këtu apo është atje, është në këtë kishë apo në kishën tjetër, është në këtë vend apo në një vend tjetër, do t'ju thojnë shumë se ku është. Por mos dëgjoni. Mos dëgjoni askënd. Vetëm Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Dhe ku? Në gjunjë, si Maria, që zgjodhi pjesën e mirë. Dhe jo të gjunjëzohemi për të gjunjëzuar, por gjunjëzohemi për të adhuruar. Nuk ju them me shërbëtorët e mi, për miqtë e mi, nëse bëni të gjitha sa unë ju kam urdhëruar ju. Sepse tek shërbëtori nuk ja zbuloj të gjitha gjërat, por me shokun ose me mikun tim ja zbuloj të gjitha. Ku? Në fronin e hirit të Perëndis. Jo në breg të detit, por në fronin e hirit të Perëndis. Dhe mësoni se do të vijë rrëmbimi i kishës, dhe po vjen shpejt. Dhe do të vijë kështu, do të jetë sikur se rrufeja që ndriçon poshtë qiellit. Kështu do të vijë Biri i Njeriut në rrëmbimin. Dhe thot këtë duke ndryshuar ardhen e dytë që thot se do ta shoh çdo sy. Sikur se rrufeja vjen nga mali, nga njeri skaj qiellit në tjetrit, kështu do të jetë edhe ardhja e Zotit. Dhe këtë do ta shohin vetëm ato që do të vinë ta rrëmbej. Por në ditët e fundit do të jenë si në ditët e Noes, kur njerëzit hajnë, pinë, do të martohen përsëri, deri kur do të vinë sigurisht Noe dhe do të predikoj, por nuk do ta besoj askush, nuk do të ndjek askush, do të shohin një njeri të pa mend atje në mal, s'kishte rënë shi kurrë deri atëherë, të ndërtojë një ark dhe t'ju thotë se do të bjerë shi, ma s'kishte rënë herë tjetër shi, ma çfarë thua? Ja, do të vijë përmbytja nga lart dhe nga poshtë, do të vdesin të gjithë, përveç atyre që do të jenë në ark. E kuptove vëlla dhe motër se ç'është arka, është prania e Zotit. A je në praninë e Zotit? Ti e din. Unë e di për veten time. Dhe nga çfarë më varet? Më varet nga pendesa, nga kthimi. Më falë Zot.
Ki mëshirë për mua, Zot. Jo të shfaqsosh veten tënde. Ki mëshirë për mua, o Zot. Shpresa ime është mëshira e Zotit. Gjithashtu edhe në kohën e Lotit, në kohën më të këqija gjërat. Hanin, pinin, shitnin, blinin, mbillnin dhe nuk flet për shfryerjen e mëkatit që e di të gjithë. Dhe ra shi i zjarrit dhe squfuri nga qielli dhe i shkatroi të gjitha. Ja tani pra vëllezërit e motra mesazhi kryesor. Atë ditë kur të dëgjohet bëria e Perëndis, zëri i kryengjellit, ku për një moment, sa thave është mbyllish derën, në tingullin e bërisë të fundit, kush të jetë gati, do të shndrohet. Por tema nuk është vetëm rrëmbimi, por tema tjetër është ftesa personale. Dhe ftesa personale është edhe hiri i Perëndis shpeshherë, që të na jepet rasti të pendohemi. E kemi parë këtë. Ishte një herë një vëlla i cili u mbleksh me një motër, vdiq, dhe shkuam dhe e vizituam dhe e shëroi Zoti. Dhe kur u shërua, përsëri e harroi Zotin. E pa besueshme vëllezër të motra. Njëri i shenjtë, profet i Zotit. Perëndia të na ruaj. Keni kujdes vëllezër të motra, Facebookun, Instagramin, keni kujdes kurthet e djallit. Perëndia të na ruaj. Djalli është dinak, nuk luhet me te. Nuk luhet me te. Vetëm Krishti mund të të mbrojë dhe mund të të mbaj në besim. Në mënyrë që kur të vijë Zoti, ta gjej besimin tënd në zemrën tënde. Vetëm Zoti. Kush të gjendet pra në dhomën e shtëpisë të tij, në terracën e shtëpisë të tij, të mos zbres të marr enët që ka poshtë në shtëpinë e tij, ai që është në terracë. Shif pra brenda teje dhe lart. Por tema është ku ke mësuar, si e mësuar të shofësh, ku je mësuar se si të jetosh. E thash shpesh herë, por nga që ma tregoi Zoti, po e them dhe një herë, në breg të detit apo në malin e shenjtë. Jam në breg të detit, gjunjëzohem, lutem dhe shoh peizazhin. Jo. Dhe zemra jote është e prishur. Dhe se ke kuptuar dhe shijon detin, shijon. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra, se çfarë shijojmë. Shijojmë mbretërinë e qiejve në malin e shenjtë, apo shijojmë madhështitë e kësaj bote. Ajo që është e mirë për botën, kush është mik me botën, është armik me Perëndin. Kurse ajo që është ajo ndjenja njerëzore, e din, ajo është gjë e vështirë, gjë e keqe. Është djali im, është vajza ime. Edhe çfarë? Vëllezër dhe motra, nuk është se çfarë është për ty, por është se çfarë je ti për Krishtin. Ti çfarë je? Sepse që të bësh frut të mirë, do të jesh pemë e mirë, e mbjell pranë brigjeve të ujit, jo në det. Perëndia të na ruaj. Dhe gjëja akoma më e madhe. Kush të kërkoj për të shpëtuar shpirtin e tij me mënyrën e tij, do ta humbas shpirtin. Kush e humb shpirtin e tij për hir të Krishtit, ai do ta fitojë.
Çfarë do të thotë të humb shpirtin për hir të Krishtit? Bëj jo atë që më pëlqen, apo atë që kujtoj, por atë që më urdhëron Krishti. I braktisi të gjitha. Futëm në ark. Iku nga Sodoma dhe nga Gomora. Shkoj aty ku don Zoti të jem. Dhe them përsëri, është e madhe dhe e tmerrshme. Dy do të jenë në një krevat, një burr dhe një grua. Njeri merret, tjetri lihet. Përse? Ja pra. Kush? Si? Ja pra. Perëndia të na ruaj. Dy gra do të shkojnë së bashku të bluajnë në mulli. Njëra merret dhe tjetra lihet. Shkojnë bashkë, janë motra. Njëra merret dhe tjetra lihet. Mos vall e tepron fjala Perëndis që thot kështu. Mos vall është më vëllezër dhe motra, fjala Perëndis është e vërteta e plot. Dhe dy burra thot do të jenë në punë, në ar, akoma dhe në tokën e Zotit, në veprën e Perëndis, pra, në të njëjtën kish. Por atë ditë njëri merret kurse tjetri lihet. Përse vallë? Sepse nuk është shqiponj. Sepse nuk pret Zotin që t'i jap Perëndia krahet si të shqiponjës. Sepse ku të jetë trupi, aty vetëm shqiponjat do të shkojnë. Vetëm shqiponjat. Dhe ne çfarë themi? Na ndihmo o Zot. Ki mëshirë për ne o Zot. Na fal o Zot. Na jep krah si të shqiponjës. Përse? Sepse Zoti po vjen shpejt. Amen.